Vitet e fundit që ka qenë në Burg, ky personazh u konvertua dhe filloi një praktikim të fesë islame, me 5 vakte në ditë të falura dhe me predikime që i merrnin ditët e premte, kishin të organizuar një hapësirë, sidomos në burgun e Peqinit, po edhe në atë se cakorin dhe në paraburgimin e Durrësit, por që ishte një seksion i veçantë edhe burg për disa prej këtyre personazheve dhe ka reflektuar shumë edhe për shkak të fesë. Madje i kontakt që kam pasur në atë kohë në burg më tregonte për tatuazhet që kishte bërë i ri, që duhet i hiqte me do e mos, sepse nuk merrte mirë avdes në momentin përpara faljes. E ka pasur si merak, edhe kontaktonte me një imam që edhe ai ishte i dënuar në burgun e Peqinit, thjesht për të Ti e beson të konvertim në islam, apo është një... Ti e beson vetë se ti e ekspert, ti e profesor në islam. Është një mënyrë për të krijuar një personalitet tjetër? Shiko, këta lloj... Por të krijuar në mënyrë të sinqertë personalitet apo në mënyrë... Disa nga këto lloj njerëzish kanë një moment kthese. Ka një moment. Ka patjetër, ka. Që mund të jetë jo pendes në kuptimin e të penduarit drejtësisë, po pendes për të gjitha përfshirjet, sepse do të kuptojmë edhe historitë e tij familjare, problemet që ka pasur edhe brenda familjes, edhe me kunatin, motrën, e gjithçka që ndodhi më pas, edhe ish kunatin e ka sot e ka në sistemin penitenciar shqiptar, të ekstraduar nga Dubai, pra kanë pas probleme të jashtëzakonshme. Dhe si duket feja është edhe në kuptimin spiritual. Apo kanë krijuar probleme, se janë dy gjëra. Si? Kanë pas probleme se kanë krijuar probleme. Jo se ka një qafë se... Jo, janë krijuar probleme midis tyre. Kanë pas konflikte midis tyre. Edhe të aspektit familjar, të brendshëm. Marrëdhëniet familjare. Por të gjitha këto, të gjitha këto kanë çuar në një reflektim që disa njerëz e gjejnë edhe tek feja. Jo, patjetër, shumë. Dhe shumë sot, për fat të mirë, shumë sot janë të shtuara radhët e besimtarëve në sistemin tonë penitenciar. Kasim pak më vonë për këtë. Çto vetëm një gjë se më ngacmoj profesore. Në burgun 313, e kam konstatuar vetë kur kam shkuar për të bërë një reportazh para disa vitesh, ka qenë një dhomë e madhe, goxha e madhe që shërbente si biblioteka e burgut. Dhe ajo nuk ishte më sepse ishte shndruar në një dhomë falje. Objekt kulti, po. Kështu që hapësirë kulti. Kaq shumë janë shtuar këta personazhet e botës së krimit që janë kthyer dhe gjejnë falje tek... Qartë. Problemi është që ky që ka krijuar si trend